Veç hidhni një sy rreth rrotull e më thoni a ka diçka në këtë vend që funksionon. Shkolla, institucioni i dijes, është kthy në një godin që formson gangstera. Spitali, institucioni i jetës, është kthy në një institucion të vdekjes. Mungojnë kushtet, mungojnë ilaçet, mungon dëshira për me të shërby nëse nuk hap kuletën. Policia, institucioni që lufton krimen, është bë dora e djathtë e krimet, që nxjerr njerëz në prit për hesab të krimet. Parlamenti, që presupozohet të jetë institucioni që përfaqëson zonin e popullit, nevojat e popullit, është sot zyrë noterie për ligjet me porosi të oligarkëve. Qeveria, që presupozohet jetë institucioni që menaxhon në mënyrë të drejtë dhe strategjike burimet tona, është kthy në grabicin e etull burimeve tona dhe shkel me dhunë çdo kënd që del kundër planeve tyne.